Prokuroria e Posaçme kundër korrupsionit dhe krimit organizuar, SPAK, ka përfunduar hetimet dhe ka dërguar për gjykim 3 shtetas Ukrainas të akuzuar për trafikim dhe shfrytëzim personash në kuadër të një grupi të strukturuar kriminal që operonte nga Vlora. Sipas SPAK, të pandehurit janë Nazar Hamuila dhe Mark Petrenko, të cilët ndodhen në masën e sigurisë arrest në burg, si dhe Karol Oskiera, për të cilin është vendosur e njëjta mas, por ende e pa ekzekutuar. Ata akuzohen për veprat penale, trafikimi personave të rritur, grupi strukturuar kriminal dhe kryerja e veprave penale nga organizata kriminale. Çështja u zbulua pas një ankese të paraqitur më 11 nëntor 2024 nga Ambasada e Ukrainës në Shqipëri. Në denoncim thuaj se një shtetas Ukrainas mbahej në Vlorë dhe detyrohej të punonte kundër dëshirës së tij. Pas verifikimeve, policia identifikoi fillimisht një banesë me qira në lagjen Demokracia, ku u gjetën disa shtetas Ukrainas që punonin me laptop. Hetimet zbuluan se ata dërgonin mesazhe dhe lidhje në mënyrë automatike në platforma të ndryshme online për të rekrutuar persona të tjerë në rrjetet e trafikut të drogës në vendet e Europës Lindore. Sipas SPAK, grupi që operonte nga Shqipëria ishte pjesë e një rrjeti më të gjerë ndërkombëtar kriminal, aktiv në disa vende të ish-bashkimit sovjetik. Skema e rekrutimit zhvillohej kryesisht përmes aplikacionit Telegram. Personat josheshin me premtime për punë zyre në Poloni, por pas një interviste dhe testi me poligraf në Varshavë, ata dërgoheshin në Shqipëri. Pasi mbërrinin në Vlorë, situata ndryshonte, u merreshin pasaportat, mbaheshin nën presion dhe kërcënime, detyroheshin të punonin për rekrutimin e personave në rrjete kriminale, nuk lejoheshin të largoheshin nga ambientet ku jetonin dhe punonin. Sipas hetimeve, për t'i mbajtur nën kontroll, organizatorët u tregonin vazhdimisht video dhune ndaj personave që nuk arrinin rezultate në punë. Gjatë operacionit, u zbuluan 3 ambiente në Vlorë, ku qëndronin dhe punonin persona të rekrutuar. Në këto ambiente u sekuestruan pajisje elektronike, laptop dhe programe automatike komunikimi, 24 pasaporta të shtetasve të huaj. Hetimet treguan se viktimat detyroheshin të përdornin pseudonime dhe nuk lejoheshin të thërrisnin njëri tjetrin me emrat e vërtet. SPAK identifikoi edhe identitetet pas pseudonimeve: Nazar Hamuilo, pseudonimi Kika; Mark Petrenko, pseudonimi E Premtja; Karol Oskiera, pseudonimi Veterineri. Prokurorët e posaçëm kanë kërkuar pushimin e akuzave për 3 persona të tjerë të përfshirë në këtë procedim penal: Oleg Kulsha, Mariana Sizareva, Oleksandr Tavorski. Hetimi u zhvillua në bashkëpunim me Agjencinë Amerikane kundër narkotikeve, DEA, dhe autoritetet gjyqësore ukrainase, të cilat ndihmuan në identifikimin e personave që qëndronin pas skemës së rekrutimit dhe shfrytëzimit të rinjve. SPAK thekson se hetimet zbuluan një mekanizëm të mirë organizuar trafikimi dhe shfrytëzimi njerëzor, i cili përdorte Shqipërinë si bazë për operacionet e tij në rrjetet kriminale të Europës Lindore.